Qëre, për te asaj se që shëbon Albin Kurti qeverinë edhe sa numra i ka, ma rëndësishme për mua është se që ka bon Albin Kurti ma qeveri. Albin Kurti si ka mungu numrat as në zgjedhjet e kalume. Atër i ka pas 57 deputet. 57. Atër i ka pas 57 deputet, aktualisht i ka 52, mundet me fitu edhe 53, nuk është problemi këtu. Problemi është që ka me bo me ke qeveri. Zotit Kurti nuk jënë ka i mungojnë numrat. Zotit Kurti jo ka i mungon vullneti për me i akomodu këta numra në kuptimin e qeverisjes, do të kisha do shumë qeverisjes mirë të them, në kuptimin e marrëveshjeve të nevojshme për më dalë pe i kësaj krize që vazhdon që sa muj, edhe në kuptimin e pra po thom një tendence pozitive që me bashkëpunu me subjekte tjera politike në Kosovë, gjë që nuk e kemi pa në të kaluaren. Pra, ky egzaltimi në rrjetet sociale i njerëzve që mbështesin vetëvendosjen, në militantëve të tjerëve, absolutisht është okej, patëm një stene, urra i bom 52, urra komi bo 53, 54, në rregull është. Po çka bën me këta numra? Ne kemi pasë me krejt numrat e mundshëm që ka pas me 51% nuk ka bo kur gjo. S'ka arrit me bo kur gjo. Tash, me andja më thot, po supozoj, tu pas parasysh edhe që shka vepru në të kalumen, se hajde po zgjedh ka kryetarja kuvendit, po bëj ka një qeveri me 62 deputet, s'është me rëndësi, apo, dhe prap, ne mbetemi peng si vend i zgjedhjes së presidentit. Që nuk është ideja shumë se me kënd e bën, çka bën Albin Kurti me këta numra për me kriju qeverinë, por më rëndësishme është se çfarë qeveri e ka me u kriju, përkatësisht, a do të krijohet një shumicë parlamentare e cila do të jetë në gjendje që ta zgjidhë krizën e presidentit. Na në zgjedhje kemi shku për shkak të presidentit, nuk kemi shku pse Albin Kurti si ka pasur më me bo qeverinë. Mund t'i ketë edhe tash, edhe le t'i ketë. Absolutisht, le t'i ketë, i ka fitu zgjedhjet, le të bën qeverinë. Po çfarë nënkupton një qeveri me 62 deputet, ndërkohë që s'ka marrëveshje me asnjë prej subjekteve tjera opozitarë, dhe kur vjen koha shpejt e zgjedhjes së presidentit, pra kthehemi në situatën në të cilën kemi qenë. Albin Kurti duhet seriozisht me apo të qartë, a është i interesuar me bo qeveri me marrëveshje pastaj përmes zgjedhjes presidentit, apo është i interesuar me shkullën një zgjedhje. Nuk ka mo fajsime, jo këta nuk po dojnë ma votu mu presidentin, s'po dojnë ma votu këta na po shkojmë zgjedhje. Jo, ne ta tregon tash. Ne tregon fillim, si që certifikojnë rezultatet në thot, po une pe bëj qeverin, po nuk du me bo marrëveshje, nëse dojnë ma votu kandidatin, në shamë në të ma votojnë, nëse s'ka marrëveshje për koalicion, po du me shku në zgjedhje. Bëllë mo me shfajsime, me etiketime tjerve, me akuza për tjera. Dhe më thonë, është fitu si zgjedhjeve, ka përgjegjësinë kryesore për me kriju institucionet. Unë e di